jemi në një fazë shpërthyese, është shqip fjala, të sistemit ndërkombëtar. Pra, ndërhyrja në Venezuelë na tregon që nga dal po qartësohen pozitat dhe do të vijë një moment i caktuar, jo shumë larg, ku duhet ndahet shapi nga shiqeri edhe në Ballkanin Perëndimor, edhe këtu do të hynë pikëpari dhe Kosova. Kosova është problemi themelor dhe jo rrjetet e drogës, dhe aty interesat e shqiptarëve do të rrezikohen më së tepërmi. Si do të reagojmë ne shqiptarët kundrejt asaj do të përcaktoj edhe hapat e mëtejshëm të gjithkujt. Ndërkohë, së fundmi flitet se mund të ketë një riformulim të posteve ministrore nga ana e kryeministit Edi Rama, duke nisur në këtë muaj ose në muajt pasardhës, por flitet nga ana tjetër edhe për krimin e një qeverie teknike e cila mund ta çojë vendin drejt zgjedhjeve të parakohshme, pra për ta menaxhuar gjithë procesin zgjedhor kjo qeveri, dhe nga ana tjetër ka dalë në skenë emri i Lea Ypit si kryeministre që mund drejtoj këtë lloj qeverie teknike. Ju si shikoni gjithë këto teza, janë thjesht teza për të çorientuar opinionin publik, apo ka një farë të vërtetë që tashmë Edi Rama po e shikon se ndodhen në atë pozitë të ngushtë, ashtu siç është edhe rasti i Aleksandar Vučić, i cili bëri ditur se do të ketë zgjedhje të parakohshme në Serbi? Unë kam thënë dhe më parë, dhe madje shumë kush e ka keq kuptuar si vlerësim ndaj personit Edi Rama, por unë kam thënë edhe më parë që Edi Rama është një politikan tejet i sofistikuar. Pra, sjellja e tij politike është jashtëzakonisht fort e sofistikuar, madje ndoshta mund të jetë politikani më i sofistikuar gjatë këtyre 35 viteve. Pra, këto lloj trukesh janë të njohura në politikë. Sistemi që është ndërtuar këto 35 vite, i cili ka bazën shumë kohë më parë, nuk është thjesht sistemi këtyre 35 viteve, është sistem që para këtyre 35 viteve ishte në pushtet për 70 tjera, ose 60 vite tjera, por ky lloj sistemi nuk është ndërtuar në vakum, është ndërtuar nga njerëz të cilët kanë njohuri politike të mëdha, njerëz që kontrollojnë shumë çka në Shqipëri. Si pasojë, ata do t'i provojnë të gjitha mënyrat për t'ia dalë situatës. Pra, një qeveri teknike e cila kontrollohet nga parimet e Paris, e cila I jep diçka më shumë pushtet atyre hajnave të Sali Berishës që mezi po presin të kapi një vend kryeministor, se kanë qenë nga 2021 që nuk janë pushtet. Do thoni ju pse 2021, se njerëzit harrojnë që zoti Bardhi, që është sot kryetari i grupit, ka qenë ministri i qeverisë Rama për 6 muaj, përpara zgjedhjeve të 2021-shit. Mos ta harrojmë dhe këtë. Çfarë ndryshoi? Asgjë nuk ndryshoi. Pse nuk ndryshoi? Sepse sistemi korruptiv i ndërtuar nga ata, i pranuar nga ata, sistemi i ndërvarur nga sindikata ndërkombëtare e krimit nuk ndryshon se vendoset një emër si Lea Ypi, cilës do t'i duhet 6 muaj para se të fillojë të kuptojë se ku është, dhe pastaj nëse e kupton se ku është dhe në qoftë se do të bëjë gjën e duhur, do t'i duhen 6 muaj tjera që të fillojë të vendosë bazat. Pra, një qeveri e tillë do ishte qesharakëri. Nuk e di nëse mbani mend, ka qenë një deputete që e Partisë Socialiste që erdhi nga Harvardi me tamtame të mëdha. Në fakt është njëri shumë i zotë. Në Amerikë merret me një bank investimi, është njëri shumë i zotë, por në politikën shqiptare u kthye në një personazh qesharak që nuk kuptonte nga hye nga dile. Ka shumë të tillë, edhe më rishta si ka njerëz që mendojnë që duke bërtitur në politikë i bindin shqiptarët, kam përshtypjen që nuk ja kanë idenë realitetit në Shqipëri dhe realitetit të mendësisë së shqiptarëve në shekullin e 21. Po kjo është diskutim i gjatë tjetër. Ajo që ka vlerë për qeverinë teknike është kjo. Qeveria teknike do të kishte vlerë vetëm në një mënyrë. Nëse do të vendoste në diskutim pushtetin e sistemit. Si vendoset në diskutim pushteti, që nuk ka për të ndodhur kurrë me dashin e tyre, vetdashin e tyre, nuk e bëjnë kurrë ata. Në qoftë se kjo qeveri nuk do t'i merrte votat nga të gjitha palët dhe do të ishte për një vit e gjysmë, 2 vjet, ose për sa kohë që duhet të ndërtojë një kushtetutë e re, ku nuk do të merrnin pjesë më këta, dhe e cila do të kishte një bazë parimore të kombëtare, ku të reformohej e gjithë struktura,
dhe zgjedhjet të bëheshin me një sistem zgjedhor që të mos e zgjidhin më këta. Pra, po t'i hiqen këtyre të gjithë instrumentat e kontrollit mbi sistemin, ndoshta ka një shans qeveria teknike. Por ndryshe, qeveria teknike është një instrument qorr në duart e politikës që kontrollon gjithçka, sepse çfarë do i bënte Lea Ypi oligarkëve, Çetit ose Samirit ose para se ta kuptoj se ku janë lidhjet e tyre zonja Ypi, do këtë shkruar dhe pjesën e dytë librit vetë, domethënë atij librit me kujtime që e shiti si libër akademik, po kjo është çështja e saj se nuk duhet ta anatemoj një kolege, është kolege nderuar, punon në një universitet jashtëzakonisht shumë prestigjioz, kështu që në fakt, domethënë unë jam dua që ta vlerësoj arritjen e saj, pavarësisht se nuk e di se çfarë kontributi ka dhënë në akademi, por gjithsesi njeri vlerësueshëm, njeri që ka shqiptar i suksesshëm. Pra, zonja Ypi do kishte qenë një shqiptare fort e vlefshme për shtetin shqiptar, në qoftë se do kishte jetuar brenda shtetit shqiptar, do ishte dhënë mundësia që këtë sukses ta kishte brenda shtetit shqiptar. Po arsyeja pse ajo nuk ka mundur do të jetë e suksesshme brenda shtetit shqiptar, është pikërisht kjo pari e cila kontrollon gjithçka, dhe ti thjesht në kryet një qeverie si kukull, sado e bukur për të parë, nuk besoj që bën ndryshimin e madh. Zoti Roy, më 22 janar gjykata kushtetuese do të mbajë seancë të hapur publike sa i përket ankimit të Edi Ramës në raport me pezullimin e Belinda Ballokut nga gjykata e posaçme, duke cilësuar këtë veprim si antikushtetues. Ju si mendoni, a do të jetë gjykata kushtetuese në nivelin e saj institucional për ndërmarrë vendimet e duhura, apo do të lërë shtigje për interpretim ashtu siç ishte në rastin e vendimit saj të fundit në raport me gjykatën e posaçme? Pikës pare, gjykata kushtetuese e shtyu afatin, hodhi topin tek viti i ri, duke menduar që deri në vitin e ri do këtë bërë diçka ose arbitri, do jetë anulluar loja, do këtë ndryshuar fusha për të bërë një analogji futbollistike, se ne shqiptarët e duam shumë futbollin. Mirë po, unë mendoj që ajo do të jetë një pikë kyçe e vazhdimësisë. Pra, kur më pyet më parë çfarë do të ndodhë, si do të ndodhë, duhet parë se deri ku shkon ndikimi i Paris dhe deri ku shkon ndikimi i aktorëve ndërkombëtar. Unë mendoj që në pika kyçe, historikisht, Paria ka treguar që kontrollin e ka ruajtur të instrumentave të brendshëm. Sepse ata njerëz që janë pjesëtar të gjykatës kushtetuese kanë lidhje të shumë fishta, të 300 fishta me Parinë e Tiranës, lidhje familjare, lidhje gjaku, lidhje krushqie, lidhje nderesh, lidhje biznesi, gjitha llojet e lidhjeve me Parinë e Tiranës, dhe është e pamundur për ta që të ekzistojnë, ose për të gjithë ata, për disa prej tyre mund të jetë e mundur, po jo për të gjithë, që të ekzistojnë në një kontekst ku bëhen armiq të Parisë Tiranës. Një shembull shumë i madh për të përdorur në këtë është që ish kryebashkiaku Erion Veliaj, i cili tani më është në burg për korrupsion, të mirë provuar, pavarësisht se aleatët e tij përpiqen që ta lidhin këtë me drejtsinë që po e tekalon cakun e vet. Dikur zoti Veliaj ka qenë njeriu më i favorshëm i ndërkombëtarëve, është marrë, është edukuar në rrjete të ndryshme, dhe praktikisht është përgatitur, ju ndërtua dhe një parti me cilën ai nuk pati fort sukses, ja imponuan, ndoshta jo imponuan, po pati një lloj detyrimi, një lloj shtyrje që ai të futej në radhët e Partisë Socialiste, ishte deputet, bëhej ministër e gjitha këto, dhe përfundimisht kur erdhi puna që erdhi në qeverisje, ai nuk u bë mash e atyre që e vendosën aty, por u lidh me grupe biznesi dhe u përpoq të përdor ndikimin e tij brenda sistemit për të qenë lojtar i fuqishëm brenda sistemit. Humbi lojën sepse kryeministri, siç e thash më parë, është lojtar fort i rregjur politik dhe njëri që që e njeh shumë më thellë edhe mendsinë, edhe historinë e shqiptarëve etj. Por është një shembull zoti Veliaj i atyre që dështuan, i projekteve të dështuara të ndërkombëtarëve, të cilat u kooptuan menjëherë nga mënyra se si funksionon Paria e Tiranës, nga paratë e Parisë Tiranës dhe nga lidhjet e thella
të padukshme ndoshta për një huaj që kishte me Parin. Këtë mendoj unë që do të vërtetoj edhe gjykata kushtetuese. Po nëse unë jam gabim në këtë analizë timen, nëse Paria ka humbur këtë lloj kontrolli, atëherë çdo gjë është e hapur për shqiptarët dhe zoti Rama nuk i ka punën mirë. Sepse me datë 22 ka 3 mundësi. Mundësia parë dhe më e mundshme është që të shtyhet edhe një herë topi. Do të marrim një vendim, po diku nga marsi, prilli, derisa deri atëherë janë harruar gjërat, është bërë një qeveri teknike ose diçka tjetër, është gjetur një truk tjetër për të hequr vëmendjen e njerëzve. E dyta është që të thonë heqja e kryebashkiakut është e paligjshme dhe ai duhet të rikthehet në detyrë, liroheni urgjentisht dhe kjo do të ishte në favor të Paris Tiranës. Dhe e treta do ishte që të merrnin anën e Spakut dhe thonin që jo, arrestimi është i drejtë për shkak të veprimeve korruptive etj etj. Unë mendoj që e para ka më shumë mundësi se sa dy të tjerat, po duhet parë. Në çdo rast, se nuk duhet që të bëhem Cassandra, ai vendim do të na tregojë shumë çka për gjendjen aktuale në Shqipëri.